Në të ardhmen që është e vetën si futbolist, a e ki një ide si kush dënë me u ba? Kush është futbolist shumë i shpejt si Redoni, që dënë ti me i përngjasi aj? Lojtari jam i preferuar është Mbappe. Mbappe. Sepse i du cilësitë e tij. I dënë cilësitë e ti. Se është i shprehur. A është i punu në cilësitë e Mbappes, Redoni? Është i lojtarëve më të shpejt, ndërsa në gjeneratën 2012 që po them syni jam e ka po. Po, se ti ke pas shumë gjenerata. Edhe në Portugali, rastisëm edhe në turnera që na kanë edhe në turnera të tjerë, pak kena hasë shpejtësinë e tina. A kupton tash me do të më shtu detaje të tjera të punës, shpejtësia ajo kam i mbetë në jetën. Po tash sa në tjera është çuçi apo Zmetin. Sporti ka çdo të keq, që çuçi apo Zmetin dhe kemi mri. Nuk mund me mri bash lehtë, është unë e konsideroj sport i rënd. Por me punë bën sport lehtë. Ka shumë përgjegjësi, ka shumë strategji, ka shumë logjik. Logjik dhe vazhdimsi. Kjo është puna, vazhdimësia në secilin sport është shumë e rëndësishme. Nuk është sport individual, po këto cilësitë individuale të duhet me arrit vetet me ushtrime. Po besoj që me punë, veç me punë. Unë e them dikush thotë talenti. Okej, talenti punë, talenti t'ia shumë pak %, sa e la punës. Ma shumë punë. Punë apo shumë edhe Cristiano Ronaldo sa vite i bën lutin kampionatin botror, edhe prap domon është dyshimi, a ka me luajë në kampionat tjetër evropian ose botror. Domon nuk është punë mosh, është punë dëshire, punë.